e projekteve, të cilat janë futur në biznes plan të rishqisuar. Kemi pas ulje të shpenzimeve në një vlerë prej deri 34% në përdorim të automjeteve, pastaj udhëtime zyrtare, si dhe shkurtimi i orëve jashtë orarit, vetëm në orë jashtë orarit para se të vinë PTK kanë qenë mbi 200.000 euro në muaj, ato sot kanë ra afër 20.000 euro në muaj. Projektet të cilat i përmendëm apo kryesisht që mendojmë që do të përfundojnë janë fibra optike, faza 6, IPTV, sistemi i ri i bilingut. Sa i përket investimeve në projektin fibra optike, ai projekt do të kushtoj parafërsisht 80 milion. Pra është një projekte më të mëdha në Kosovë që ka ndodhur pas luftës deri më tash. Projekti i fazës së 6, domthonë implementimi i fazës 6, ai kushton diku në afër 25 milion. Këto janë pothuajse projektet më kapitale deri më tani që PTK ka investuar. Këto dy projekte të konsideruara nga menaxhmenti si projekte kapitale parashihet që të ngrisin vlerën e PTK-s duke lansuar produkte shumë të avancuara, të konsideruara të standardit më modern që sot ekziston në botë, sidomos sa i përket telekomit. Deri më tani brenda 10 muajsh prej se ka marrë PTK-n, pothuajse është kry punë afër 40% të 8 vitit të PTK-s. Një prej faktorëve që kanë ndikuar negativisht në ngritjen e tyre ka qenë edhe dukuria e simptosimit, pra terminimi ilegal i trafikut. Kemi arritur që me një kohë mbajtur shumë shkurt të ngris një departament të luftimit të dukurive simptosim brenda PTK-s, gjithashtu angazhimin e 3 kompanive ndërkombëtare pa pagesë janë të involvuara që të luftojnë këtë dukuri. Posta e Kosovës, njësi biznesi e PTK-s, është operatori vetëm publik për ofrimin e shërbimeve postare dhe jo postare në tërë territorin e Kosovës. Gjatë këtij viti, Posta e Kosovës përpos aktiviteteve të përditshme postare, ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi me bankat komerciale që veprojnë në Kosovë për kryerjen e shërbimeve postare. Të arritën në post gjatë vitit 2009 janë mesavian. Ristrukturimi i postës, ristrukturimi i PTK-s ka qenë një sfidë shumë e madhe. Mi po jemi shumë të kënaqur me procesin e ristrukturimit. Kemi ardhur pothuajse në fazën përfundimtare kur ristrukturimi është me një fjalë në përfundim të sipër. Ndërtimi i qendrës tranzitore postare, në qendrën e re, furnizimi me motocikleta, projekte në përfundim të sipër, gjithë postierët tonë do të kenë mundësi që dërgesat i dërgojmë me shpejtësi më të madhe. Shpërndarja me kohë dërgesave me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, do më kemi marrë marrëveshje, kontratë me të gjitha bankat komerciale në Kosovë për shpërndarjen e dërgesave domosdoshmë për nevojat e tyre. Posta e Kosovës gjatë këtij viti ka lansuar disa pulla postare dhe disa edicione të jashtëzakonshme të pullave, si 10 vjetori masakrës së Reçakut, Reçaku sot, përvjetori i pavarësisë, heroi kombit Adem Jashari, javët gjermane e të tjera. Telekomunikacioni i Kosovës tash është prezent edhe jashtë kufive të Kosovës, pra ka marrë epitetin e një operatori ndërkombëtar, tash jemi prezent edhe në Shqipëri, për atë faktin që pothuajse gjysmë milioni shqiptarë të Kosovës vizitojnë Bregdetin e Shqipërisë. Kjo direkt do të ndihmojë në sigurimin e këtyre konsumatorëve, për shkak të çmimit që do të jetë pothuajse i njëjtë si brenda edhe jashtë kufive të Kosovës, se është një operator me një fjalë. Ky operator pritet që të startojë shumë shpejt. Alo e parë pritet të fillojë në dhjetor 2009, gjithsesi janar 2010. Sa i përket investimeve në këtë operator, në këtë projekt, PTK nuk ka investuar, ne kemi hyrë vetëm me know-how ekspertizën, me një fjalë PTK do të ndihmojë këtë operator me ekspertizë teknike dhe ekspertizë në ngritjen e standardit të telekomit dhe ngritjen e shërbimeve, me një fjalë zërimit të biznesit në Shqipëri. Blendet Seket gjithashtu projekti që tash jemi duke punuar është projekti IPTV për 20.000 plus 10.000 konsumatorë, që prapë dëshmon që standardet e telekomunikacionit në Kosovë do të jetë nivel shumë të lartë. Janë projekte të lansuara në mes telefonisë fikse dhe operatorit Vala, të cilat tashmë konsumatori në Kosovë vetëse i ka në përdorim. Me sistemin e ri të billingut, PTK do të jetë në gjendje të lansojë produkte të tjera të favorshme për konsumatorët e saj.
Krahasim me kompanitë në rajon, PTK është lider. Me një fjalë, PTK është një kompani me një standard shumë të lartë, vetë fakti që kemi një operator nga Bashkia Evropiane, IPCO, që është prezent në Kosovë dhe ne jemi prap dominant, kemi numër më të madh të konsumatorëve dhe shërbimet tona janë më cilësore, çmimi është më i ulët, dëshmon qartë se PTK është lider në rajon. Përveç shërbimeve dhe produkteve të ofruara të cilat qëndrojnë në nivelet më të larta botërore, që janë pjesë e integrimeve evropiane, PTK nuk ka lënë anash as integrimin e pakicave, ku deri tani në PTK numri i punësuarve vetëm nga minoriteti serb është rreth 40. Ky minoritet gjithashtu shfrytëzon shërbimet e PTK-s. Një prej strategjive të menaxhimit të PTK-s është gjithashtu ngritja e ekspertizës së stafit, që krahasuar me vitet e kaluara, tash kemi bërë edhe ngritjen e ekspertizave me një fjalë trajnime të stafit, që bëhen një kohë shumë shkurt, pa shohim që PTK-n ta mbajmë në duart tona, pra stafi vendor do të jetë në gjendje që të kryejë këto shërbime në PTK, që mos ketë nevojë që të angazhohen ekspert me një çmim shumë të lartë. Ju dini shumë mirë që ish menaxhmenti ndërkombëtar që ka qenë në PTK ka marrë pagesa enorme, tashmë kryen punë me staf vendor me një çmim me një pagesë në mod normale që për sigurisht çdo staf brenda në Kosovë. Tash e 10 vjet, Posta dhe Telekomi Kosovës me plot të drejtë vlerësohet si kontribuesi më i madh i buxhetit të konsoliduar të Kosovës. Ndërkohë, me depozitat e saj rreth 300 milionë për bankat e Kosovës, ka krijuar një stabilitet financiar për tërë vendin. Kjo natyrisht dikon pozitivisht edhe në ngritjen e buxhetit të Kosovës, po edhe PTK ndihmon edhe në ngritjen e shërbimeve të qytetarëve të Kosovës, si edhe ndihma kategorive të rrezikuar social. PTK dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi. Deri më tani kësaj iniciative ju kanë bashkangjitur edhe disa kompani private, të cilat kanë bërë që numri i shtëpive që do të ndërtohen të ngritet nga 45 në 75 sosh. PTK ka ndihmuar edhe kompleksin Trepqa, sindikatën e pensionistëve të Kosovës, edhe shumë aktivitete tjera, siç janë aktivitete sportive, kulturore, që PTK ka sponsoruar pothuajse një shumë mëse 1.2 milion bën aktiviteti. Ne jemi pro privatizimit të PTK-s, mirë po si menaxhment i kësaj kompanie kemi pas kontakte me Ministrinë e Financave, kemi propozuar që të grisim grupe punuese pranë Ministrisë edhe PTK-s, që këto grupe punuese të punojnë në mënyrë që vlera e PTK-s të shitet me të vërtet në vlerën e merituar. Vetë projektit që i përmendëm, restrukturimi, projektit kapitale që ju përmendën këtu, ulja e shpenzimeve, ngritja e të hyrave, ngritja e numrit të konsumatorëve, dëshmon qartë se vlera e PTK-s është ngritur në krahasim me vitin e kaluar, ndoshta mund të thuhet mbi 50%. Misioni i PTK-s është të jetë gjithmonë udhëheqës në ofrimin e shërbimeve superiore të komunikimit, që ja përmirësojnë jetën të gjithë kosovarëve, përmes pasionit të njerëzve tanë dhe përdorimit të teknologjive më bashkohore të sprovuara. Integrimi i Kosovës në Bashkinë Evropiane do të jetë shumë ngushtë i lidhur edhe me standardin e telekomunikacionit. Nëse Kosova ka një kapacitet të palimituar të internetit, me një fjalë nëse çdo qytetar i Kosovës ka qasje në internet, kjo dëshmon më së miri se mbani kohë shumë shkurt Kosova do të plotësoj standardet edhe të bashkangjitë shtëpisë evropiane. Vala së fundmi festoi edhe arritjen e konsumatorit të 1 milion.